Dramat në showbizin ton nuk kanë të ndalur, por fatkeqësisht çdo herë më shumë pushjet një frymë negative e të bërit skandal. Me thashë theme, fjalën e kam për deklaratën e bujshme të Shqipe Hysenaj, e cila në publik njihet për përjashtimin që u bë në përputhen aty ku nuk gjeti burr edhe për lojën me burra që bëri në Big Brother. E kur ishte në Amerikë, erdhi nga Amerika dhe solli sipas saj një trajste me thashë theme, por zgjodhi personazhin e gabuar për të lënduar dhe për të vënë në shinjestrën e saj. Pse them këtë? Ajo tha, si ikona e muzikës shqiptare, Parashevis Simaku përfundoi në rrugë për shkak se ndër vite atje në Amerikë ju pas ka marrë burrat disa grave edhe prandaj ka përfunduar në rrugë. Arsyetimi i saj është që jetojmë në një kohë ku fjala e lirë nuk mund të pengohet, por e përmendi dhe theksoi që kishte të bënte me një thashë them. Sigurisht që thashë themi ka përgjegjësi dhe për këtë ajo do të përballet me drejtësinë, do të përballet me ligjin. Por dua të bëj një sqarim të vogël. Parashevis Simaku nuk ka reaguar në asnjë rrjet social, as në rrjetin social Facebook, aty ku ditën e djeshme u shpërtar lajmi për reagimin e saj lidhur me këtë situatë. Këtë them pas komunikimit që kisha me Elton Ilirianin, shpëtimtarin e saj dhe personin që është kujdesur këto kohë për atë, duke më thënë që profili në Facebook është fake dhe Parashevis Simaku nuk ka reaguar. Ai më tregoi që do të ketë një përballje me ligjin, me Shqipen, këtu në Shqipëri, por edhe në Amerikë, në ambasada edhe kudo që të zëmend Shqipja dhe të zëmend gjithë shqipet e tjera që mendojnë që duke bërë thashë theme dhe duke hedhur balt mbi tjetrin, klikime, vëmendje dhe ato lajme në portale për 2-3 ditë, por çfarë mbetet pas? Mbetet njolla e një njeriu që bën thashë theme nëpër emisione, pasi nga vetja saj nuk ka çka japi. E në këtë moment ku njerëzit nuk kanë çka japin, nuk duhet të hedhin balt mbi tjetrin. Besoj se kemi ardhur në një epokë dhe një moment ku duhet të hiqet kjo fara keqe, ose siç unë e kam cilësuar, si një lloj virusi që i ka mbërthyer këta personazhe që e shikojnë fokusin e famës vetëm me gjëra negative, me thashë theme dhe duke hedhur dhe duke i qëndruar fjalëve që thojnë, duke ja vënë përgjegjësinë thashë themit. Për mua në showbiz nuk funksionon me thashë theme, pasi jetojmë në një kohë, në një demokraci ku ligji është dhe do të përballesh me të dhe do të kesh pasoja. Do të jetë interesante nëse do të kemi një gjyq, pasi shpeshherë kemi parë në politikë ku politikanët janë hedhur në gjyq për shpifje. Ky do të jetë ndoshta një nga ato rastet e para ku një personazh publik, një figurë publike ka hedhur balt dhe ka thënë një thashë them për një nga ikonat e muzikës shqiptare. Padyshim që do të shërbejë si një rast ku të gjithë shqipet duhet të vënë mend dhe duhet të zënë mend nga ana tjetër për të mos e pasur këtë qasje me këtë lloj gjuhe kaq denigruese, ulse, poshtëruese dhe për të nëpërkombur artistët thjesht duke ja vënë fajt thashë themit që duke dëgjova. Ekrani dhe media nuk është kafeneja e lagjes ku me një kafe mund të bësh muhabet 3 orë. Jo, të nderuar njerëz. Media, ekrani ka një etik, ka një përgjegjësi, ka një moral. Duhet ketë edhe një qasje pozitive për të kultivuar kulturë tek audienca dhe jo për të sjellë shembuj dhe situata negative që vetëm sa e çrëdisin këtë miletin ton i cili është paksa veti çrëditur nga jeta, dhe të tilla personazhe, jo vetëm si shqipja, por duke ja vënë shipe të gjitha personazheve që qarkullojnë nëpër media, duke dhënë mend ku s'kan për vete, duke analizuar situata ku nuk i din detajet. Për mua duhet të marrin fund edhe të kemi një lloj qasje më pozitive, më të bukur, më me edukat, më kulturë, më gjithëpërfshirëse dhe më me vlerë dhe më taban në ekranin ton, ku çdo ditë më shumë njerëzit dhe personazhet si ajo shtohen si kloçkat që ndoshta ju dalin vezët edhe zoq pa ditur se si janë. Është e trisht të hedhësh apo të bësh thashë them për një personazh dhe për një ikon të muzikës si Parashevis Simaku. E nëse mund të ketë pasur diçka të tillë në jetën e saj, kush je ti që e nxjerr këtë thashë them për të hedhur balt edhe për të njëllosur një nga emrat që kohët e fundit, muajt e fundit, u përfol shumë për rikthimin e saj dhe për gjendjen që u gjet dhe për situatën që u gjet në ato kushte ku kishte jetuar në rrugë, në trotuar për vite, e ndërkohë
me një plagë të shoqërisë që e ndevuan, le të themi, parajgjykimin ndaj femrës, një femër bën të tillë gjë që për mua padyshim që ka marrë vëmendjen pasi është një lajm që tërheq, por sa e vlefshme është për vetë shqipen, por edhe për personazhet si shqipja që qarkullojnë nëpër emisione dhe nëpër media me këtë qasje për të ulur gjinin e njëjtë, ndërkohë që bëjnë moralisten, ndërkohë që bëjnë feministen, ndërkohë që bëjnë njeriu që jep ndoshta një qasje dhe një edukat, një kulturë pozitive, nga ana tjetër e fusin thikën pas shpine edhe e nxjerrin fjalë në këto kafenet që kafja kushton më pak se 500 lek, e qëndrojnë nga 2-3 orë dhe kemi çfarë s'kemi, çfarë të bëjmë e çfarë nuk do bëjmë, hajde shkojmë në emision, flasim dhe themi, thashë theme. Është shumë e lehtë, edhe unë mund ta bëj dhe mund të kap klikime me tituj abuzues, me tituj që nuk kanë lidhje fare me kontekstin dhe me të vërtetën. Por kjo gjë do të ndikoj ty në atë çka ti je në sytë e publikut, por edhe nga ana ligjore. Prandaj, matini mirë gojën përpara se të na nxirrni fjalën, pasi fjala në një shoqëri si kjo e jonja, ku ka një reagim të menjëhershëm, peshon dhe padyshim gjykohet dhe do të ketë pasoja. Duke falenderuar që keni ndjekur edhe këtë video, mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.